Letra e parë e apostullit Pal drejtuar Timoteut. Pali, apostulli Jezus Krishtit, me urdhër të Perëndis, shpëtimtarit ton dhe të Zotit Jezus Krisht, shpresës son. Timoteut, biri të vërtet në besim. Hir, mëshirë dhe paqe prej Perëndis, Atit ton dhe prej Jezus Krishtit, Zotit ton. Ashtu si të nxita kur u nisa për në Maqedoni, qëndron në Efes për të urdhëruar disave të mos mësojnë doktrinat të tjera dhe të mos merren me përralla dhe me gjenealogji që s'kan të sosur, të cilat shkaktojnë përçarje më tepër se sa vepra e Perëndis që mbështetet në besim. Qëllimi i këtij urdhërimi është dashuria, prej një zemre të pastër, prej një ndërgjegje të pastër dhe prej një besimi jo të shtirur. Disa duke u shmangur nga këto gjëra, u kthyen në biseda të kota dhe duke dashur të jenë mësues të ligjit, nuk kuptojnë as ato që thonë, as ato që pohojnë. Dhe ne e dim se ligji është i mirë në qoftë se njeriu e përdor si duhet. Duke ditur këtë, që ligji nuk është vend për të drejtin, por për të pabesët dhe rebelët, për të ligët dhe mëkatarët, për të pamëshirshmit dhe të ndyrët, për ata që vrasin babë e nënë, për vrasësit, për kurvarët, për homoseksualët, për grabitësit, për të rremët, për ata që shkelin betimin, për çdo gjë tjetër që bie në kundërshtim me doktrinën e shëndosh, sipas ungjillit të lavdisë së lumit Perëndi që më është besuar. Dhe falenderoj Krishtin Zotin ton, që më bën të fortë, sepse më çmoi të denj për t'u besuar duke më vënë në shërbim të tij. Amen. Që më parë isha blasfemues, përndjekës dhe i dhunshëm, por mu dha mëshira, sepse i bëra nga padia në mosbesimin tim. Kështu hiri i Perëndis ton teproj pa mas me besimin dhe dashurinë që është në Jezus Krishtin. Kjo fjalë është e sigurt, e denjë për t'u pranuar plotësisht, që Krishti Jezus erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët, ndër të cilët unë jam i pari. Por prandaj u mëshirova që Jezus Krishti të tregoj më përpara në mua gjithë zemërgjerësinë, për të qenë shembull për ata që do të besojnë në te për jetë të përjetshme. Dhe mbreti tam shuar, të pavdekshmit, të padukshmit, të vetmit Perëndi të ditur, i qoftë nder e lavdi në shekuj të shekujve. Amen. Po ta besoj këtë detyrë o Timote birë, sipas profecive që u bën më parë për ty, që sipas tyre të bësh luftimin e mirë, duke pasur besim dhe ndërgjegje të mirë, sepse disa duke hedhur poshtë u bën lundërthurje në besim. Ndër këta janë Imeneu dhe Aleksandri, të cilët unë i dorëzova në duart e Satanit, që të mësojnë të mos blasfemojnë. 1 Timoteu, kapitulli 2. Të bëj thirrje pra, para së gjithash që të bëjnë përgjërime, lutje, ndërhyrje dhe falenderime për të gjithë njerëzit, për mbretërit e për të gjithë ata që janë në pushtet, që të mund të shkojnë një jetë të qetë dhe të paqme me çdo perëndishmëri dhe nder, sepse kjo është e mirë dhe e pëlqyer përpara Perëndis shpëtimtarit ton, i cili dëshiron që gjithë njerëzit të shpëtohen dhe t'ja arrijnë njohjes së të vërtetës. Në fakt, një është Perëndia dhe një i vetëm është ndërmjetësuesi midis Perëndis dhe njerëzve, Krishti Jezus njeri, i cili e dha veten si çmim për të gjithë, për dëshmim në kohën e caktuar, për të cilin unë u vura predikues dhe apostull, them të vërtetën në Krisht nuk gënjej, mësuesi jo hebrejve në besim dhe në të vërtetë. Dua pra që burrat të luten në çdo vend, duke ngritur duar të pastra, pa mëri dhe pa grindje. Në mënyrë të njëjtë, dua që edhe gratë të vishen hishëm, me cip dhe modesti, dhe jo me gërsheta e me ar margaritar e me rroba të shtrenjta, por me vepra të mira, si u ka i e grave që i kundërshton perëndishmërisë. Gruaja le të mësoj në heshtje dhe me çdo nënshtrim. Nuk e lejoj gruan të mësoj as të përdori pushtet mbi burrin,
por të rinë e heshtje. Në fakt, së pari u formua Adami dhe më pas Eva, dhe nuk u gënjye Adami, por gruaja u gënjye dhe ra në shkelje. Megjithatë, ajo do të shpëtohet duke lindur fëmijë në qoftë se do të qëndrojë në besim, në dashuri dhe në shenjtëri me modesti. Kapitulli 3. Kjo fjalë është e sigurt. Në qoftë se dikush dëshiron të bëhet peshkop, dëshiron një punë të mirë. Duhet pra që peshkopi të jetë i patëmet, burri një gruaje të vetme, të jetë i përmbajtur, i arsyeshëm, i matur, mikpritës, i Zotit të mësojë të tjerët, të mos jepet pas verës, të mos jetë i dhunshëm, të mos jetë koprac, por i butë, jo grindavec, të mos lakmoj paran, njeri që e qeveris mirë familjen e vetë dhe që i ka fëmijët të bindur me çdo lloj mirësjellje. Sepse në qoftë se dikush nuk di të qeveris familjen e vetë, si do të kujdeset për kishën e Perëndis? Të mos jeti posa kthyer në besim, që të mos i rritet mendja dhe të bjerë në gabimet e djallit. Madje duhet që ai të ketë dëshmim të mirë dhe ndër të jashtmit, që të mos shahet dhe të bjerë në lakun e djallit. Gjithashtu djakët duhet të jenë dinjitoz, jo me dy faqe në fjalë, të mos jepen pas verës së tepërt, të mos lakmojnë fitimet të palishme dhe të ruajnë misterin e besimit me ndërgjegje të pastër. Edhe këta le të vijnë më parë në provë, pastaj ta kryejnë shërbesën e tyre që të jenë të patëmet. Edhe bashkëshortet e tyre të kenë dinjitet, jo shpifarake, por të përmbajtura dhe besnike në gjithçka. Djakët jenë bashkëshort të një gruaje të vetme, t'i drejtojnë mirë fëmijët dhe familjet e veta. Sepse ata që e kanë kryer mirë shërbesën, fitojnë reputacion të mirë, dhe secili të marr në dhe me siguri të madhe në besim në Jezus Krishtin. Po t'i shkruaj këto gjëra duke shpresuar që të vijë së shpejti. Por po u vanova të dish se si duhet të sillesh në shtëpinë e Perëndis, që është kisha e Perëndis i gjallë, shtylla dhe mbështetësja e së vërtetës. Dhe s'ka asnjë dyshim se misteri i mëshirës është i madh. Perëndia u shfaq në mish, u shfaqsua në frym, u duk ndër engjëj, u predikua ndër jo hebrej, u besua në botë, u ngrit në lavdi. Amen. Kapitulli 4. Dhe fryma e thot shkoqur se në kohët e fundit disa do ta mohojnë besimin, duke u vënë veshin frymrave gënjeshtare dhe doktrinave të demonëve, që flasin gënjeshtra me hipokrizi të damkosur në ndërgjegjen e tyre, të cilët do të ndalojnë martesën dhe do të urdhërojnë të mos hani ushqimet që Perëndia i krijoi, të merren me falënderim nga ata që besojnë dhe e njohin të vërtetën. Sepse çdo krijesë e Perëndis është e mirë dhe asgjë s'është për t'u hedhur nëse merret me falënderim, sepse është shenjtëruar nga fjala e Perëndis dhe nga lutja. Duke u propozuar këto gjëra vëllezërve, ti do t'jesh një shërbyes i mirë i Jezus Krishtit, i ushqyer me fjalën e besimit dhe të mësimit të mirë që ke kuptuar plotësisht. Shmangu pra nga përrallat profane dhe të vjetërve, edhe ushtrohu në perëndishmëri, sepse ushtrimi i trupit është i dobishëm për pak gjë, kurse perëndishmëria është e dobishme për çdo gjë, sepse përmban premtimin e jetës së tashme dhe të asaj që do të vijë. Kjo fjalë është e sigurt dhe e denjë për t'u pranuar në çdo mënyrë. Për këtë në fakt, ne po mundohemi dhe na shajnë, sepse kemi shpresuar në Perëndin e gjallë që është shpëtimtari i gjithë njerëzve dhe sidomos i besimtarve. Urdhëro këto gjëra dhe mëso këto gjëra. Askush të mos e shpërfill moshën tënde të re, por bëu shembull për besimtarët në fjalë, në sjellje, në dashuri, në frym, në besim dhe në dëlirësi. Kushtoju leximit, këshillimit dhe mësimit derisa të vi unë. Mos e lër pastore dhuntin që është në ty, e cila është dhënë me anë profecie, me vënien e duarve nga ana e pleqësisë. Kujdesu për këto gjëra dhe kushtoju atyre të rësisht që përparimi yt të jetë i dukshëm për të gjithë.
Ruaje veten tënde në mësim. Qëndro në këto gjëra, sepse duke vepruar kështu, do të shpëtosh veten dhe ata do të dëgjojnë. Kapitulli 5. Mos e qorto ashpër një plak, por këshilloje si atë dhe më të rinjt si vëllezër. Plakat si nëna, të rejat si motra, me plot dëlirësi. Nderove jushat që janë me të vërtet të veja. Por në qoftë se një e ve ka djem anipa, këta le të mësojnë më parë të tregojnë perëndishmëri ndaj atyre të familjes së vet, dhe t'u shpërblejnë prindërve të tyre, sepse kjo është e mirë dhe e pëlqyer prej Perëndis. Dhe ajo që është me të vërtet e ve dhe ka mbetur e vetme, e ka shpresën e Perëndia dhe qëndron në lutje dhe në të falura natë e ditë. Ndërsa ajo që jeton e shturur, dorëseron, është e vdekur. Porosit edhe këto gjëra që t'jenë të patëmeta. Por në qoftë se dikush nuk kujdeset për të vetët dhe më tepër për ata të shtëpisë, ai e ka mohuar besimin dhe është më i keq se një jo besimtar. Një e ve le të regjistrohet në listën e vejushave, po të jetë jo më e re se 60 vjeçe, të ketë qenë bashkëshorte e një burri të vetëm, dhe të ketë dëshminë për vepra të mira që i ka rritur fëmijët e saj, ka pritur të huajt, ju a ka larë këmbët shenjtorëve, ka ndihmuar nevojtarët, i është kushtuar vazhdimisht çdo vepre të mirë. Po mos i prano vejushat e reja, sepse duke u dhënë pas dëshirave të tyre, ngrihen kundër Krishtit, duan të martohen, duke të rrequr mbi vete një dënim, sepse kanë shkelur besimin e parë. Madje ato mësojnë të jenë përtace, duke shkuar shtëpi më shtëpi dhe jo vetëm përtace, por edhe llafazane, edhe kundërshtare, duke folur për gjëra të kota. Dua pra që vejushat e reja të martohen, të kenë fëmijë, të bëhen zonja shtëpie dhe të mos i japin shkaktarit asnjë shkak për të përfolur, sepse disa tashmë devijuan për të ndjekur Satanin. Në qoftë se ndonjë besimtar ose besimtare ka vejusha, le t'i ndihmoj e të mos bëhen kur barë e kishës, e cila mund të ndihmoj ato që janë me të vërtet të veja. Pleqt që e drejtojnë mirë parësin në kish, le të nderohen dy fish, sidomos ata që mundohen me fjalë e me mësim. Sepse shkrimi thot, mos ja lidh gojën kaut që shin në lem dhe punëtori e ka hak mëditjen e tij. Mos prano asnjë padi kundër një plaku, sepse veç se kur ka 2 ose 3 dëshmitar. Ata që më katojnë, qortoj përpara të gjithëve, që edhe të tjerët të kenë frikë. Unë të dhe me be përpara Perëndis dhe Zotit Jezus Krisht dhe engjëjve të zgjedhur që ti zbatosh këto gjëra pa paragjykime dhe mos bëj asgjë me anësi. Mos i vër duart askujt me ngujt dhe mos u bëj pjesëtar i mëkateve të tjerëve. Ruaje veten të pastër. Mos pi më ujë, por përdor pak verë për stomakun tënd dhe për sëmundjet e tua të shpeshta. Disa njerëzve mëkatet u duken sheshit dhe përpara gjyqit, ndërsa të tjerëve u duken më pas. Gjithashtu, edhe veprat e mira duken, por edhe ato që janë ndryshe nuk mund të mbeten të fshehura. Kapitulli 6. Të gjithë sklevrit që janë në zgjedh, le t'i çmojnë zotrinjtë e tyre të denjë për çdo nderim, që të mos shahet emri Perëndis dhe doktrina. Edhe ata që i kanë zotrinj besimtar, të mos i përbuzin, sepse janë vëllezër, por të shërbejnë edhe më mirë, sepse ata që kanë dobi nga shërbimi tyre janë besimtar dhe të dashur. Mëso këtë gjëra dhe këshilloj. Në qoftë se dikush mëson një doktrinë tjetër dhe nuk ndjek fjalët e shëndosha të Zotit ton Jezus Krisht dhe doktrinën sipas perëndishmërisë, ai mbahet me të madh dhe nuk di asgjë, po vuan nga sëmundja e grindjes dhe e të zenit me fjalë, prej nga lindi smira, grindja të shara, dyshimet e këqija, debatet e kota të njerëzve, me mendje të prishur dhe të shterur nga e vërteta, sepse mendojnë se perëndishmëria është burim fitimi. Largohu prej tyre. Perëndishmëria është një mjet që sjell dobi të madhe. Kur njeriu kënaqet,
me aq sa ka. Sepse ne nuk kemi asgjë me vete në këtë botë. Dhe është e qartë që prej saj nuk mund të marrim gjë me vete. Por kur kemi çfarë ta ham dhe të veshim, të jemi të kënaqur. Por ata që dëshirojnë të pasurohen, bien në tundim, në lak dhe në shumë pasione të paarsyeshme dhe të dëmshme, që i plandosin njerëzit në rënim dhe shkatërim, sepse lakmia për para është rënja e gjithë të këqijave. Dhe duke e lakmuar atë fort, disa u larguan nga besimi dhe e depërtuan veten e tyre në shumë dhimbje. Por ti, o njeri i Perëndis, hiq dorë nga këto dhe ndiq drejtësinë, perëndishmërinë, besimin, dashurinë, zemërgjerësinë dhe zemërbutësinë. Lufto luftën e drejtë të besimit, rrok jetën e përjetshme, në të cilën u thirre dhe për të cilën ke bërë rrëfimin e mirë të besimit përpara shumë dëshmitarve. Po të përgjërohen përpara Perëndis, që u jep jetë të gjitha gjërave dhe Krishtit Jezus, i cili duke dëshmuar përpara Ponç Pilatit dhe një dëshmi të mirë besimi. Ta ruash këtë urdhërim pa njolla e të meta, derisa të shfaqet Zoti ynë Jezus Krisht, që në kohën e caktuar do ta tregoj i lumi e i vetmi sundimtar, mbreti i mbretërve dhe Zoti i zotërve. Ai që i vetmi e ka pavdekësinë dhe rri në dritë të paafrueshme, të cilën asnjë njeri nuk e ka parë kurrë dhe as mund ta shohë. Atij qoftë nderi, pushteti i përjetshëm. Amen. Porositi të pasurit e kësaj bote, të mos jenë krenar dhe të mos i mbajnë shpresat në pasuritë që e kanë, që është e pasigurt, por në Perëndinë e gjallë, i cili na jep gjithçka bujarisht për ta gëzuar. Të bëjnë të mira, të bëhen të pasur në vepra të mira, të jenë bujar dhe të gatshëm për të dhënë, duke mbledhur si thesar një themel të mirë për të ardhmen, për të arritur jetën e përjetshme. O Timote, ruaj atë që të është të besuar, duke u shmangur nga fjalët e kota dhe profane, dhe ka kundërshtimet e asaj që quhet në mënyrë të rrem shkencë, të cilën e përfqafuan disa dhe dolën nga besimi. Hiri i Perëndis qoftë me ty. Amen.